Bile dërguar Allahut para se me ndruhet porosinë e fundit që e ka thonë, ndërsa njerëzit e thonë fjalë më të mira, ata fjalë më të sinqerta, që përçojnë mesazh të fortë, njeriu kur duke ndruhet, e ka thënë sala wa ma malakat aymanikum, thot Aisha, i dërguar Allahut para se me ndruhet, para se me gërkat, për me do shpirti, thotë, ju proces namazin mos e leni, edhe ata që i keni në pronë, gratë, punëtorë, mos i keq përdorni, po hep një hakun. Domthon namazin, se vija jon mes neve të qetëve, ndarja, diçka është. Namazin. Ne nuk dallohemi me qetë me asgjë tjetër. Ata mund më kanë sjellse me nanën baban, edhe unë mund më kanë sjellse me nanën baban. Ai ka moral me familjen të afërt edhe unë. Po një sen që ka dallohen unë me tjerë, ne dallohemi se ne bëjmë ruku dhe sejdë, ato nuk bëjnë. Me këta dallohesh, me këta identifikohesh, se s'mundesh ndryshe se ki emrin Hasan, Husein, Muhamet, me emër, me vepër, edhe ajo është vepra më e madhe është kush? Namazi. Andaj test i madh që thash është madhërimi i namazit. Namazin e ki breng për veten, për familjen, për fëmijët, shoqët, miqt, dostllart dhe dashamirt dhe xhamatin deri në fund. Ndonjëherë edhe fatkeqësit i përjetojnë, thot, disa raste ka raste që kur kemi dhe një fatkeqësi të madhe, në knatësinë më të madhe ndjejmë nëpër nafile. Por duhet më kanë më e kundërta, knatësinë më të madhe në pas na farze. Pejgamberi knatësinë më të madhe pas ka pas namaz. Namazi është farz. Dhe një na ndjejmë knatësinë duke bë dhikr, duke dhënë sadaka kënaqshme, duke për kurban, këtë janë mirë, ama të nafile nuk krahasohen me farzët. Në farz duhet me ndjej me përjetu knatësinë më të madhe se sa në për dhikret tjera. Bilo vëllezër, namazi atë shumë në ndihmon sa që thot Udhejfja sahabi Rasulullahit, i dërguar Allah ku ju ngushtoi ke rrethi, kur kish hadh dhe brenga, kur kish të siklet, idha hazaba amr faz'a ila salat. Kur kish dëni hadh pejgamberi shkonte falte namaz. Se me namaz e zgjete probleme. Të na ndodh forma qera, kur ka probleme jep sadaka, bën dhikr, edhe këto nuk prish punë, mirë po namazi më problem se është. Bile i ka thonë familjes vet, kur keni hall, shkoni namaz familje. Kitën e telashe, nuk zgjidhet problemi te familja, nuk tek rrezikë, nuk tek idarja. E sheh se tu ka bëjë ta e mërzitshëm, merr abdes, fal 2 recat. Ta di se pejgamberi i ka zgjedh problemet me namaz. Bile Allah ka thënë ustainu bis sabri was sala, dimone veten tuaj me sabër dhe me namaz. Në momentin që bëj sejdë, ti je kralë, mbret. Ky është mbreti më i madh.